Para disa kohë skuadra rumune Traktorule e qytetit Brashovës erdhi dhe zhvilloi disa ndeshje me skuadrat e voleybollit të vendit tonë. Ndeshjen e parë miqtë e zhvilluan në Pallatin e Sportit Partizani në kryeqytet me skuadrën e Shoqërisë Sportive Dinamo. Ndeshja pati faza interesante dhe përpjekje nga dy skuadrat për të korrur fitore. Dinamovitët në këtë takim patën e përsi të vazhdueshme. Me gjithë lojën e mirë të skuadrës mike, vendasit fituan të 3 setet me rezultatin 15-5, 15-13 dhe 15-10. Edhe të 3 ndeshjet e tjera të zhvilluara në Shkodër me Vllaznin, në Tiranë me 17 nëndorin dhe përsëri me Dinamon, u fituan nga voleybolistët tanë, të cilët në gjithë këto takime treguan përgatitje të mirë sportive.